Në mjedisjet e qendrës rinore Arka nisi edicioni i parë i Rock Politik, i zhvilluar në kuadër të projektit Youth Led, financuar nga USAID. Politikat e rinis në 4 vitet e drejtimit të bashkisë nga Voltana Ademi dhe e cila është strategjia e zhvillimit për të ardhmen, ishin në fokus të bashkëbisedimit me të rinjt. Ktheva në Shkodër në vitin 1999 pikrisht, në një kohë kur Shkodra ishte terrë dynjaja, vendimin atëherë e kam marrë. Dhe kisha mundësi që të emigroja në Itali, kisha mundësi që të emigroja në Kanada. Shkova deri në intervistën finale në Varshava dhe gazetarët ndin për herë të parë. Nuk e kam thënë asnjëherë. Shkova në intervistën finale për të emigruar në Kanada. Por nuk e bëna hapin dhe thash më mirë trehemra. Mendoj që gjithsecili prej nesh mundet me bën diçka ndryshe që nuk lidhet me faktin që me mendu me ik. Vendi jot mbetet vendi jot. Shkodra renditet një qark me probleme të shumta dhe rinia nuk heziton t'i shpreh këto përmes pyetjeve që në këto raste nuk morën një përgjigje të drejtë për drejtë nga qytetarja e parë e Shkodrës. Unë kaloja një herë në vitin 2002 tek ato pllakat e prishura te godina ku sot është prefektura, atëherë ishte Bashkia Shkodër. Me një studentin tim. Dhe i thash kur të bëhem ndonjëherë kryetar bashkie të rregulloj të pllakat. Rock Politik u harmonizua me muzikë të përzgjedhur që erdhi interpretuar nga një prej zërave më të mirë shkodran, këngëtarja Rezart Asmaja. What have you done to the world? Look what you've done. What about all the peace that you pledged your only son? Takimi i parë u moderua nga gazetarja Eliona Shkreli, ndërsa TV1 Channel ka ekskluzivitetin e këtij edicioni që do të transmetohet në ditët vjuese.